miliard dollar eksport plastikës Irani. Pra eksporti i naftës dhe produkteve të naftës në bilancin tregtar të Iranit merr pjesë deri në 90%. Gjërsa buxheti mbushet nga tregtia e këtyre produkteve deri 70%. Pra çdo destabilizim e që këto 2 muaj 3 është destabilizuar kogja shumë, kjo nuk kupton që më pak të hyra për buxhetin iranian, më pak të hyra, domethënë për arsim shëndetësi, ushtri, gjitha ato sferat në të cilat buxheti shtetëror përdoret. Plus sa i kemi edhe paknësitë e grumbulluara nga si rezultat i embargos shumë vjeçare që e kishte Irani, për shka dhe plasën protestat në 28 dhjetore, që ishin protesta serioze, ku pati edhe të vrarë, dhe zgjatën goxha shumë, derisa pra nuk filloi Trumpi të bombardimin atje të Shirazit, Teheranit e qyteteve tjera. Po, janë lëkund pak pozitat e Amerikanëve në lindje edhe me këtë marrëveshjen e re Turqi-Pakistan-Arabi? Kongrojnë vetë më duket, apo... Palene e Amerikanëve nuk ndodhë, sepse Pakistani është shumë i lidhur në gjitha format me Shëban. Edhe mikprisë Arabia Saudite gjithashtu, Turqia po ashtu. Pra, kemi parasysh, bomba atomike është financu prej ndihmës financiare që ja ka dhënë Arabia Saudite Pakistanit, në forma të krediteve huave të buta. Ke parasysh. Pra, lidhja Pakistan edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin fetar, sepse selefizmi dominon nga gjitha sektet në Pakistan, pra edhe në aspektin fetar, po edhe në aspektin, në gjitha sferat Pakistani është afër me Arabinë Saudite dhe Arabia Saudite me Shëban dhe Turqinë. Këtu në si humse, PPRH e shoh Turqinë, sepse me këtë do ta humbë pak a shumë influencën që ka te pjesa e iraniane. Pra, ajo pjesa ku Irani dominon, sepse e kemi bisedu vetëm se Turqia për shkak të historisë është në gjendje që vakumin që do ta lë Irani pas luftës në lindjen e mesme, sidomos Levant, Turqia do ta zëvendësoj për shumë arsye. Për shumë arsye, një nga to është edhe popullata azere që është turkike, pa nëse flet azerishtën dhe turqishtën kuptohesh. Janë shumë të afërta, do thënë azert janë në Azerbejxhani, keni parasysh. Pastaj kjo sufizmi në dy anët është kogja i zhvilluar për arsye historike, edhe pse që të dy shtetet e kanë të ndaluar, por megjithatë kultura sufiste është shumë prezente atje, natyrisht edhe ajo përdoret si urë bashkimi i mes turqëve dhe iranianëve. Pastaj, fakti se turqët islamin e morën në Iran. Ne kemi namaz, themi abdes, këto janë persishte, nuk janë arabishte e tjera tjera. Prandaj këtu unë po e shoh një dëmtim, një çik dëmtim të Turqit, po zbesoj që Turqia e ka bë këtë kokë në veti pa ndonjë mirëkuptim me kushdo që mund të flasë të ashtë atje në Iran, se s'po ditë edhe kush është shefi i Iranit, kush është lideri i Iranit, janë ba një numër i madh i liderëve të ndryshëm, i generalëve të cilët flasin dhe marrin vendime në emër të Iranit. Do të falenderoj shumë për bisedën. Zhvillime që na presin janë të rrugshme, kështu që të jam mirënjohës shumë, do të dëgjohemi besoj së që kemi nisur.
Unë si kosovar jam kuptimin e gjeopolitikës jam optimist, pas ditë të mira për Kosovën. Sa i përket politikës kështu të mbrëmshme në Kosovë, besoj se do të zgjohen nga gjumi dhe do ta shohin këta Skënderbegat e Kosovës se sa të pa përfillshëm botën. Kosova ishte diku 1.6 milion banor. Është Kali qyteti, që besoj mi pyet kosovarët nuk e dini, ka 2.4 milion banor. Dhe ke parasysh, domethënë jemi tërësisht të papërfillshëm në edhe nëse bashkohemi të gjithë, bëhemi diçka. Edhe kur bashkohemi jemi të papërfillshëm. Me këtë popullat dhe me këtë ekonomi që e kemi. Shikoni që Abidjani i ka 6.4 milion, 6.5 milion banor. Sikur të bashkohet Shqipëria, Kosova, supozojmë edhe Lugina dhe Maqedonia Perëndimore, a bëhemi 6 milion? Nuk bëhemi. Një qytet që jam i bindur që 90% që mos them 100% i shqiptarëve të Ballkanit nuk e din as ku ekziston, ku qëndron, ku është gjeografikisht, i ka 6.5 milion banor, është kogja i zhvillueshëm, ka turizëm. Pra, ka punë një kryetar bashkie për ne. Ashtë. Pra ne po them që të bashkuar kemi sfida. Kështu të përqarës jemi për gjëna, po s'kem shka bëjmë. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi.